me që kam parë në televizor dhe njërë tjetër ka hyrë në shtëpi. Është bërë çdo gjë, madje kishin bërë një emision, shumë video kam parë, nuk është se edhe ka hyrë. Mirë mbrëma, qa ka djali? O Mikaela, o shefe. Ti profi thot që merresh me trading, jo, profja nuk merret me trading. Trading është bigjose çuna. Nuk është për ne. Për ne është bigjos, ata që merren me trading, zot. Qa bëhet në Reykjaviku? Qa do bëhet, valla, qetësi. Klevisit i kanë blerë shtëpi. Uri inshallah i blejnë pallat. Inshallah pallat. Po jo pallat kështu. Pallat 34 larg bigjozit. Roli trading merret thot. Po fix, është ai ka vajsi trading, ai merret me këto. Mos losni bigjoz o çuna. Bigjozi u ha dhe ato 5 lekë që keni që i futën në bigjoz. Ta keni të sigurt, edhe sikur fute 5 i bere 10 njerë, e ketë sigurt që kur të kesh 20 do veç do t'i lozësh. Se do jezesh me i den, se do t'i 5 fishosh apo 10 fishosh. Edhe të ikin edhe ato që kishe. Ka vajsi të lerit e lokali, thot. Nuk e di se që të bëj ka vajsi, po unë ju sugjeroj mos luani bigjoz. Ke 5 lek, ma në ovro, qa do besh me ato 5 lekëra? Bigjoz, jo. O eso, shumë falemderit rujt zoti me gjithë familje, respekt rujt zoti, shumë falemderit. Kur hapet gërgër, nuk e di vlla. E di pronari, e dini ponarin ju? Ponari është Sami, i dhe vetë deklaruar. Kur ta hapi ponari dyqanin, a i së është dyqan, është tip, nuk e di unë, qaj bjet jetë e? O në madë. Nuk e di si ta shpjegoj e quna, se qendër tregtare, okej, a është qendër tregtare që do ketë shumë në dyqane dhe lokale. E kupton, kështu që është tip kompanije. Ku di gjë unë, tip nuk e di. Tip mercato, tip Temu. Nuk e di e çuna si ta quaj, tip Neptuni, tip kazinoje, platform. Uniku. Revisi do jetë ke portaroje, tip agjensie. Nuk e di si mund ta tip platforme. Po ta përmesi me 2-3 herë gërgërin e vjen se mi sjaron vetë, se ja të shojnë live-in ati, thot po flet profesori për gërgërin, a i vjen si pa dashje, thot thjesht kalova këtej, e kupton, edhe është leja se nuk duam diskutojmë. O, Semi, vazhdo programi, se bim shakan e këtja. Vore fjerak, vorend, firmë piramidale, nuk e di te firma piramidale më kujtohet gjithmonë dhe nuk e harroj kur. Rapush Gjaferi. E njini Rapush Gjaferin ju apo jo? La Rapush Gjaferin, e njini ju? Rapush Gjaferi në një moment ka thënë, se më kujtohet Sudja, Gjallica, e shumë qa ishin këta. Po Rapushi ka thënë fjalë për fjalë, që mirë tha që erdha unë, tha, dhe i solla parat e gjyshit e stërgjyshit tim, tha, o good father, se po mos të isha unë, tha, lekët e mija, tha, do t'janë të Amerika, pra ndaj, tha, do t'janë ju, tha, shqiptarët e mi. I angrën shqiptarët. E kupton? Kështu që firma piramidale ka pasur gjatë gjithë kohës. Dhe firma piramidale do ketë gjithmonë. Ja, erdhi Roli Kavaje, pas e ndryshuare, pas e bë Roli Kavaj. Mi emroma Roli Kavajsi. Firma piramidale ka pasur dhe do ketë gjatë gjithë kohës. Që më i zgjuari do haj dhe më budallaj do ta haj, kjo është më se e sigurt. Pra është diçka më se ore tu vi mirë, tu vi keq në këtë jetë. O do të mashtrojnë, o do mashtrosh. Do thoni ju, ore Billy, me qënë se më the kështu,
Ore profi porda e madhe, Billy BP. Ma iq follow, edhe hik, ndaç në Greqi, ndaç në Zvicër, ndaç në Shqipëri o shok. Ndaç në të Sateme, kupton, i ku duash. Ore Remi, o Leon Girl, pra ndaj, për mendimin tim, këtu është fundi i mashtrimeve, këtu është fundi i shfrytëzimeve, këtu është fundi i dallaveraxhive. Pra, kjo pjesa e TikTokut është fundi i Kazanit. Është fundi i Kazanit. Kjo TikToku këtu. Dhe fitoj unë që jam live dhe unë bet ti që jetë këtu të unë, po ka nevojë për menda jo. Pastaj, nëse unë të them, ore hyrë këtu, ta hap derën, unë e them futu. Jo ore thoj ti, aman ore futu them mu, se e kam për ty. Jo ore thoj ti pse të futem, ore aman them unë futu. Dhe mundohem mu të fute e shti për të mirën tende. Pse o s'kam bun tjetër unë? I keni parasysh ju janë ca lokale ose restorante nxjerrin një njeri te rruga. Ktheu këtu zotri, thot ai se këtu hahet mirë. Nuk ta thot për shëndetin tënd ajra. As nuk ta thot se aty hahet mirë vërtet. Ai është thjesht e puna. Është e puna ajre. Ka ndej na Vlora tutje. Del me shkopa, i rriati te rruga. E thot ai, mirë se vini, thot ai në lokalin ton. Është në punaj. Po ka interesin o. Në radhim. Po re ka interesin. O good father. Ka interesin. Dhe unë për veten time reçuna, ju mund thoni që profesori është budalla. Ju mund thoni që profesori është i çmendur. Ju mund thoni që profesori ja fut kot. Por unë kam një gjë. Unë edhe kur më afrohet ndonjëri, edhe më jep ndonjë ofertë të mirë, ose më thot ndonjë gjë që the mund dalë reolla. Ore edhe sikur të thoj njëri hajtë se do t'jap një dark. Ore duhet arsyeja pse do t'a japi darkën ara. O profesoresh, doktoresh, psikologe Enxhi. Ku je më Enxhi Benxhi? Ore pse? Pse duhet të t'japi njëri dark? Ku është arsyeja valla, sepse darkën qyl pse ta hash? Se darka ka një arsye, ka një bish në mbrapa. Kështu që edhe kur dikush të bën një të mirë, mundoj që ta kuptosh pse. Të respekton, të vlerëson, të ka mik, të ka shok, të ka kushëri, të ka gjak, të ka burr, të ka grua. Ama po erdhi na hiçi diku. O viva la vida një. Edhe ti ke interes që rri këtu. Po normal që kam interes. E mbaj veten time në publik, komunikoj me njerëzit që nuk i takoj dot shpesh, lëre nuk ka gjë. Komunikoj me njerëzit që nuk i takoj shpesh. Gjatë gjithë kohës jam në kontakt me sa më shumë njerëz. Po rris një faqe TikToku që nesër pas nesër blata kem nuk më prish punë. Dhe aq më tepër po mundohem që të mbaj një figurë sa më i drejt për drejt dhe sa më transparent dhe të njëjtë gjatë gjithë kohës, thjesht. Jore se hoqa unë, hoqi moderatori, i thash lëre. I thash lëre se nuk tha ndonjë gjë. Ora moderatora, kush shpreh mendimin ndryshe, lëreni. Kush shan, hiqeni olla. Le të shaj këtë doj. Kush do që shan, hiqeni. Kush shpreh mendim ndryshe dhe ka diskutim, absolutisht le të rri olla, diskutojmë, është një minutë. Diskutojmë. Dhe unë për veten time ndjehem mirë, hyj këtu, kaloj dhe kohën, edhe argëtohem. Po, edhe them një fjalë, o el profesore. Po edhe një fjalë e them. Edhe një mendim e jap. Po, është mëse transparente. A kam qëndruar vetëm te TikToku? Kam qëndruar te TikToku. Nuk kam dashur as Instagramin, as Facebookun, që ti jetës si i zhgënjur, Luciano Maloni. Jo, absolutisht. Jam okej me jetën time, jam okej me TikTokun, jam okej me shoqërinë, jam okej me familjen, edhe kaq.
edhe nervozohesh thot. Ore doni prenga, ore të gjithë nervozohemi valla. Ore malla kastra. Të gjithë nervozohemi, nuk ka njeri që nuk nervozohet. Nuk ka njeri. Ama kur unë thoja këtu që ore e zeza është e zezë, e bardha është e bardhë, ti pret që njerëzit do të jenë si ty. O Luciano, ideja është këtu vlla. Në momentin që ti bën një gjest ndaj dikujt, ti e bën atë gjestin dhe ti e mendon se ai është si ti vlla. E kupton? Ti e mendon se ai është si ti dhe e bën gjestin, qoftë të mirën, qoftë të keqen. Qoftë se ty të humbet një gjë dhe ti nga natyra je dikush që ke dorë, ti do mendosh që ai ishte në tavolinë me ty, ta mori. Se po ti humbiste atij, ti doja merje. Pra kështu e mendon. Në qoftë se ti gjen diçka dhe e kthen, ti mendon që ai shoku po e ka gjetur do vi do ta sjelli o vlla, dhe do të thoj urdhë, se e gjeta unë atë që humbi ty. E kupton? Pra ne duam dhe mendojmë që njeriu duhet jetë ashtu si jemi ne. Edhe kur e kemi mirë, kur e kemi gabimur, se nuk janë të rrallë njerëz që pranojnë gabimet. Janë shumë të rrallë, të gjithë thonë, jo, unë e kam mirë, unë e bëj kështu. Po në fundit, prap në këtë botë që jetojmë, janë e mashtrusët, e dallaveraxhinte, e të pabesët, e të pafet, e të pamoralshmit, e të bespremët, e ku di gjë unë valla, çdo lloj fytyre. E kupton? Si bën këtë fëmijë i vogël për shembull? Ky duhet të ketë telefon. Ky bebi i vogël këtu, e kupton? Ja. Shiko që adrese, hap, ky duhet të ketë telefon. Ky nuk e ka plotësuar moshën për të pasur telefon. Prindi ja ka bler telefonin, e kupton? Dhe në momentin që ja ka bler telefonin prindi, ky bëhet kështu, kopil. A e ka fajin prindi këtu? Normalisht që e ka are, se duhet ta kontrolloj fëmijën. Nuk është 5 minuta e bërë edhe jore duhet ta kontrolloj. Ta shikoj ç'a bën, ç'a s'bën, për ç'a e përdor telefonin, pse ja ka bler telefonin. Njerëz të mirë ka are, po ja me gishtat e duarve. Problemi është tu te kjo platformë të ecën vetëm degenerimi. Në këtë platformë dhe jo vetëm në këtë platformë, ju shikoni televizionet. Televizionet marrin njerëz në intervistë dhe u japin minutazh njerëzve në emissione nga më të ndryshme, njerëz të degeneruar. Të degeneruar. Si tek Top Channel, si tek Klani, e të gjithë televizionet me radhë. A nuk keni parë ju femrat të degeneruara që i marrin për emisione? A nuk keni parë ju meshkuj të degeneruar për televizione? Unë kam parë për veten time që kanë marrë lloj e lloj njerëzish të degeneruar që patjetër rabi gjithë plani çdo njeriu. Kështu që është çdo gjë që bëhet. Ku kam dëgjuar se andale thos më merr mendja. Në për televizione marrin femra të degeneruara që nuk kanë as familje, as sedër, as një lloj gjëje. I nxjerr aty edhe e pyet edhe ajo është opinioniste. Hello, good evening. Është opinioniste. Nuk u intereson në qoftë se ka në numra ndjekësish në rrjetet sociale dhe rrjet i flet për ata persona, le të jetë kush të doj. Nuk i paskaren mbythës? Le të jetë kush të doj, e marrin e nxjerrin në televizion. Ore, fjala VIP nuk është se mos e kuptoni kështu ju, është very important person. Në përkthim fjalë për fjalë, kjo VIP-ja është very important person. Nuk do të thot që të jetë një njeri me shkollë, një njeri me autoritet, një njeri me dignitet, një njeri me familje, një njeri me karakter, një njeri me moral. Jore. Duhet të jetë thjesht një person i rëndësishëm që rrihet i flet për këtë person. Edhe si kur të dali me nder muhabetit lakuriq në për Tiranë një person, një muaj i rresht dhe të flasin gjithë televizionet për këtë person, ky do të bëhet dhe VIP dhe do dalin në televizor. Do dali do ketë kohën tek Klani, do ketë kohën tek Top Channel, do ketë kohën gjithandej në për emisione. Pse? Sepse ky është një VIP që bëri diçka për të trequr audiencë. Dhe është shumë e thjeshtë. Erdhi ai zotria që këndoi aty, vajtën shqiptarët paguan gjithë ato lekë. Për çfarë?
për të parë një zotri që këndon aty me kasetofon. Dhe ishte as ishte aia. Hyri në një zazak tjetra, kush e mori vesh